Nga data 12 gusht. Gërmimet për varrezat masive në 3 lokacione të ndryshme në Zubim Potok tashmë kanë kaluar në një fazë tjetër. Pas gjetjeve të disa mbetjeve mortore, ky proces ka kaluar në fazën e identifikimit të tyre. Kështu bëri të ditur kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, teksa kërkoi nga Serbia hapjen e arkivave shtetërore që mund të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Tashmë kemi hyrë në një fazë tjetër, atë të identifikimit, pasi veç se janë marrë dhe dërguar për analizë të ADN-s, mostrat e mbetjeve që dyshohet se u përkasin 4 personave të gjetur në fshatin Jabuk. Ndërsa për të tjerët po vazhdon procesi paraprakje ekzaminimeve në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Lidhur me këtë, Kurti u ka bërë thirrje faktorëve ndërkombëtar që të shtojnë trysninë ndaj Serbisë dhe sipas tij të zbatojnë deklaratën për personat e zhdukur me dhunë të dakorduar në Bruksel më 2 maj 2023. Por procesi i identifikimit në tërësi mund të marrë disa muaj kohë. Andaj vetëm atëherë mund të flasim me saksi të plotë. Kurse kryesuesi i Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur gjatë luftës, Agron Limani, ka thënë se gjetjet e fundit në komunën e Zubim Potokut janë rezultati i përpjekjeve të vazhdueshme të institucioneve të Kosovës për gjetjen e personave të zhdukur me dhunë. Themi një gjë që këto nuk janë përpjekjet e para dhe të fundit që janë bërë në këtë zonë. Pra, përpjekjet të tilla për të hulumtuar, për të gjetur varreza, varre qoftë individuale apo varre kolektive apo masive, janë bërë që nga fillimi i vitit, i këtij vitit, natyrisht janë bërë edhe viteve tjera, por për fat keq këto kanë rezultuar pa gjetje konkrete, pra me rezultate negative. Nga ana tjetër, detaje për të dhënat nga tereni deri te procesi i identifikimit dhe kushtrimgara nga ky komision. Këto 3 lokacione, këto 3 varre masive, realisht për herë të parë janë procedurës janë konfirmuar gjatë këtij viti përkatësisht me datën 27 korrekt deri me siç e theksova 21 gusht. Si zonë ka pas vëmendje në projektin e duhur, megjithatë falë angazhimit të kolegëve të policisë, në veçantë në një punë intensive gjatë këtyre 3 muajve të fundit, sipas parasysh edhe rrethanat e reja të krijuara edhe në kuptimin e sigurisë, qasje, sigurimin të informatave, ka dërguar drejt tek pikat në fjalë për të lokacionet këtë rast me interes. Javë më parë filluan edhe gërmime në 3 lokacione të ndryshme në komunën e Zubim Potokut, 2 në Kalludër e 1 në Jabuk. Vende këto që u gjetën mbetje mortore me prejardhje njerëzore e që dyshohet të jenë të 23 intelektualëve të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. As këtë të hënë nuk është zhvilluar një